Keni diçka me na thënë? Jo, vetëm ju desha me ju përshëndes. Faleminderit shumë, Keni një Zoti. mision të mirë, jemi dëgjues të rregullt. Sa mirë, Zoti ju nderoft, Zoti Pa, ju dhash të mirat. Besojmë se ju pëlqejnë mendimet edhe po, mirë. mësimet. Duhet me Për qenë më mirë, po a mjaft. mjafton për ditën e nesme, desha një pyetje anshëm se vap ma agjëru. Po, si që thamë edhe në fillim të ligjeratës, këtë ligjeratën e sonte do ta keni në mëngjes. Ky hadithi i profetit që i ka pa jahudit, dhe ata kanë thonë, na sot po agjerojmë, dhe profeti kinse pas ka thonë, thot edhe na do të agjerojmë, për shkak se edhe neve, për neve, Musa, pejgamberi ju, është shumë i afërt me mua. Dhe ky hadith nuk përkon, nuk shkon me datën e atëhershme, sepse nuk ekziston. Ky hadith nuk është i vërtet faktikisht, sipas profesor magjistër teologu Drilon Gashi. Dhe ky hadith që me agjeru ka pas për qëllim me azbeh domethënien e ndodhisë së Çerbelas. Kështu që nuk është obligative. Unë sa e njoh që 30 vite jam në drejtimin në shkollën Xhaferite të Ehli Bejtit, aty kërkun nuk ka referent që duhet mu agjeru. Por, çka me bon, njerëzit e kanë agjeru, le të agjerojnë, Zoti ja bon kabul, po mos me hup rëndësinë e kësaj natë. Mirë po dihet që to 10 ditët nuk bëhet as darsën, as fejes, sepse janë 10 ditët e zisë, që profeti Muhammed ju ka trëndit varri vetë kur ja kanë myt nipin në Çerbela. Hazreti Fatimi ja thuhet se ka piku gjak kur ja kanë myt birin në Çerbela, e tjera. Kështu që ndash agjeroj, ndash mos agjeroj, ajo është një adhurim, por nuk është e caktuar nga profeti Muhammed, është hadith jo i vërtet. Nderesh. S'ka gjë. Respekt A për ju. ban me shku në deti, respekt edhe për juve, për kulturën, për edukatën, më vjen shumë mirë që janë njohur. Gjithashtu duhesh sa që do të hin live, që pa dëshirë të më pranonin live të disa Patjetër, që ta bëna edhe follow, se ndonjëherë nuk po kam internetin, se është montazheri këtu duke punu këtë videon që e bënëm incizimin, edhe i kemi të kyqme, edhe atje mysafir të burri me drilonin kanë dalë balkon, edhe interneti s'po është i mirë, në herë s'u po ju marr, por tash mas ju bëna follow, jeni gjithmonë të mirëseardhur. Ju Faleminderit. përshëndes, selam aleikum, kalofshi një natë Aleikum të mirë. selam, Zoti nderoft. A Gjithashtu. bën me shku në deti? Shikon, deti a bën me shku, deti është i krijuar nga Zoti, jo nga njerëzit. User mundesh me dalë nëse don. Ego, faleminderit shumë. Na po jemi te ky TikToku i vjetri, por ju kisha preferu, ju lutëm kaloni edhe te TikToku i ri, ma boni follow sepse kam nevojë me mu bë këtu një 10.000, 5.000 janë bë, dhe 10.000 followers, është pra me një prapavit kuqe, me një shamit kaltër. Nëse ma boni follow, Zoti ju nderoft, Zoti ju gëzoft. A bën me shku në deti? Në deti a bën me shku normal që deti është krijimi i Zotit, bën me shku pa pik problemi, madje është shumë i shëndetshëm për ata që kanë nevojë, ata që kanë tiroide, është jodi i parapar për këto shërimin e tiroideve, ata që kanë probleme me sinusin, uji i kriposur është tepër i dobishëm për sinus, për shërimin e lloj-lloj smundjeve, natyrën. A bën me shku në deti? Pyetja është edhe një për fillimit. A bën me shku në deti? Siç tham, pra deti është krijimi i Zotit. Deti është i shëndetshëm për sinusa, për tiroide kush ka, për majasil në përdur, për raum kush ka, por jem për shembull shkon gjithmonë edhe e qel kështu si grop, sidomos në Ulqin është ajo shumë zalli, rëra është
shumë i bukur që Luani po shkruan rrau, edhe futet e bën si grop, si varr, futet aty, e lën pakës sa duhet me lën Luan mund ze ajo, edhe ai dheu si ajo gropa, edhe pastaj hyn në atë grop edhe e mbulon trupin komplet, kjo është për rreum. Kështu që deti është mirë me shku, është krijimi i Zotit, mirë po normal janë disa norma humane, jo norma shtazarake, se shtazët hyn deti pa veshje, pa kurgjave, që ka një bisht pak mbulohen vendet e turpshme, për shtazët nuk ka rregulla, se ashtu i ka kriju Zoti, ndërkaq për njerëzit ka rregulla. Kështu që ato bikinit bile në kohën e Marilyn Monroe nuk ka pas bikini, që ajo ka qenë një revolucion i degenerimit, sidomos të femrat, ajo bukuroshja Marilyn Monroe, ajo ka qenë pra revolucionin 1952 ka bërë revolucionin për me largu turpin, madje edhe atëherë nuk ka pasur bikini. Bikini pra e dini, një 2% që i teshave në trup që qitet, kur gjo, vetëm të gjinte dhe katastrofë. Kështu që kjo rregull është bile ma e ullë se rregulla e kafshës, se kafsha s'paku e ka lëkurën e vetëm me kime, e ka ndakash lëkura jonë. Bile e pastrojnë ato zonjat lëkurën prej qimeve, për me shku ma shumë me u tërhekë, ma shumë me u nxi, etjera. Kështu që rregullat nuk janë patjetër me hy në ujë me bikini. Por edhe nuk më pëlqen ajo si e hatit, sepse janë do veshje të grave, që janë këto me havale, i veshin ato, po janë si hati e pashme një vend, janë të ngjitme për trupi. Derisa ti e ngjit për trupi një tesh tjetër, ti nuk e ke vesh atë teshën, po veç e ke ngjyros trupin. Kështu që nuk lejohet mu vizatu trupi, po janë do veshje të holla, unë i kam, dhe janë si cerat shumë e hollë, po nuk janë të tejdukshme. Edhe kur hyune me ato në ujë, janë e gjatë këtu deri në vithe, deri të gjunjën gati, edhe janë tepër e të holla si najlon, edhe si të hynë deti me ato, si të del, vetëm me njerëz mos me dal, po me hec pak në kam, në rreth detit, ato me njerë për 2 minuta ato terën, edhe nuk të ngjiten për trupi. Pra është kjo mënyra, po kjo është drejtë me thënë, është shumë e vështirë, por inshallah na e kemi sevap, pra prej Zotit, sepse trupi nuk është për një të tregun çdo kujt. Trupi, Zoti thot mbuloni vendet e turpshme, edhe nëse nuk e ke shamin, nuk do me thënë me u vdesh me bikini, po merrni me shorca, spaku me shorca, brekt që ka janë deri te gjunjë, spaku me majica krishkurta, jo komplet me të pa gjinjet e tjera. Prandaj ka lloj mënyra edhe për ato që s'janë të mbuluara, po kanë turp, kanë tërbije, kanë edukat, kanë njerëzillëk, kanë qëndrim të mirë femror, janë të moralshme. E çka është ajo me bikini? Komplet, as 2% i trupit nuk e ki të mbuluar. Prandaj të dashur miq, deti nuk është haram, mundeni me shku, bila është i shëndetshëm, por po të ishim kanë në shtetin islam, si në Republikën Islamike të Iranit, atje për shembull e kanë një ishull, kish i thënë atij ishullit, emri i ishullit, edhe për me shku te ai ishull, duhet me shku me vapor, dhe edhe shoferja e atij vaporit, anjeve të vogla, do më thonë është 1-2 kilometra, në ujë për me shku te ishulli, aty janë krejt femra. Nuk guxon madje fëmia nër 4 vjeç, mashkull nuk guxon me shku aty, ai duhet me shku me babën. Pra, deti është krijimi i Zotit, nuk është haram, është shumë halal edhe shumë i shëndetshëm.
Dhe më varësisht zbën me djeg lëkurën, sepse atër bëhet i dëmshëm. Por masi na nuk kemi këto mundësi, na jetojmë në një shtet musliman, në Kosovë, por nese na s'kemi deti. Për shembull Turkia ose Siria, Antakia e kanë pas. Siria dhe Turkia për shembull e kanë, s'di për detra tjerë, s'kam dëgju, po në Siri e kanë Antakia është një qytet Bregdeti, edhe në Turqi e kanë për shembull e kanë zaptu një 2 kilometra. Edhe aty e kanë të nda me Bregdetin anësh, dhe në atë pjesën e Bregdetit janë vetëm femra edhe fëmijë i mashkull nën moshën 4 vjeçare. Edhe aty gratë muslimane, edhe ato me shamia, edhe ato pa shamia, shkojnë me u lanë deti, mirë po edhe aty ka norma. Do me thënë, bikinit nuk mund është, s'paku brekte shkurta, ama jo krejt, s'paku një pjesë që janë ato, sepse duhet pak me pas një dos turpi. Unë vajzën e kam pas, mirë po është e izolume ajo, edhe hoteli, edhe ato që ka shërbejnë, edhe ato shpëtuset, krejt që ka shpëtimtar, që ka janë e bete, mundët mu zhët dikush me u fundos, ato janë femra, kretë femra. Unë, kur kam qenë në Iran, në qytetin Kum, është qyteti ku janë qendra e shkencave islame, vajza ime ka studiu për gjuhën atje, jo për fe, po për gjuhën perse dhe tash punon në gjykat, si përkthyese ka punu Kahmos, edhe punon. Edhe kur kemi më shku me ato, tha mama, po shkojmë tha në pishin, se sot është dita, tha, studentët shkojnë aty kush do. Kur kam shku aty, aty ishte mrekulli, thash, po na thash në Kosovë nuk jemi të mbuluara, dhe nuk i kemi që të mundësi. Kishte njëherë ishin aty më dhe me thonë një 100 gra. Jo vetëm të fakultetit, po edhe krejt qytetit. Edhe ishte gati, tha, çdo ditë ka kështu, tha, ka kalabaluk, pra ka njerëz. Dhe kur shkova aty, njëherë i ke pas fotografit aty, sa mund është me u vdesh, pra nuk bikini, jo, po pak me brek ma të shkurta. Dhe dyta i ke pas saunat, një 7-8 saunat. E treta i ke pas jacuzzi, sa që kjo dhoma të mëdhaj, aty ishin ka 5 gra jacuzzi, dhe pishina që madhe, me po ka qenë krejt për femra. Pra, edhe pishina noti është i shëndetshëm, deti nuk është haram. Qoftë lavdu Jezu Krishti, motër, qoftë lavdru, po inshallah, lavdrimet janë për Jezu Krishtin, Isaun a.s. që Zoti e ka thirrë në Kur'an, Ruhul Kudus, shpirti i shenjtë. Shpirti i shenjtë, Isa a.s. Në arabisht i thënë ajet kuranor ka Ruhul Kudus. Shka i buzët e... Po, ajde Petar, ajde idi kod tvoje majke, to mu kaži. Se s'ka tu drejtëve të Se Sërb jeti, ti si je shqiptar. Jo se po Shko. Po fol pa lidhja, për sho që ka emrin Petar. Sërb. Begu më su keshti, se që unë shturi qete në navet, se po den me ma prish gojen, për së ma prishin gojen, se goja jeme, bustemia lexojnë Kur'an. Kur'an lexojnë, një goj që lexojnë Kur'an, një goj që falë namaz, nuk bën me fliq gojen. Që e Medina, zemra po më qonë. Medina, 5 zemra ose 5 lule, ma shumë, begu ma shumë, falenderit pa. Në Allahu të rujtë, motër, faleminderit edhe jo, ku je, o krya. Kush dashte me folë, bujnu me ta qonë ftesën. Edhe ty Sef Gjakova, hajde o Sef ka Kosova, hajde ka Prishtina. Selam babës tuaj të mrekullueshëm, dervishit. Rus, faleminderit. Sef Gjakova. Dikush për në qënë ftesën, inshallah ka emrin bje. Muhammed Abdullahu, yes, of course. Bujrum?
faleminderit shumë, faleminderit që më dhe. Muhammed Abdullahu, i nderuar vëlla, urdhëroni mirë se na erdhët në live-in tim të Iqbalës. Selamu alaikum o të Iqbalë. Aleikum selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Pejgamberi ka thënë kur dikush t'jep selam, ti duhet m'ia kthy me selam halamat mirë. Prandaj unë që thash aleikum selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Si jeni, si kaloni? Edhe unë tash lahu dajem hu. Tash ja qite vullën. Allahu shpërblim. Allahu inshallah Elul Bejtin 72, Imam Hasanin, Imam Husejnin, Imam Aliun dhe familjen e tij mbar, Allahu e shpërblift më të mirën aty ku e ka Allahu, ku e ka caktuar vetën e tyre, e inshallah dhe na aty po tani pyetjen e sa është e mundshëm. Po patjetër. Se unë jam i përvu me çdo sen, po unë nuk dal qatë dhe nuk e kallëzoj veten. Jam i dalë në gjithka, pak i shumë. Shumë bukur. Pisha do senet pat në gjajshim që janë në rrugën e Lulbejtit, tarikatit, ose shije, ose do me thonë sunna, ose janë do senet krejt pa rregull, ama unë po fuli direkt për do me thonë këtë rrugën e tarikatit ku jem na. Shumë bukur. Bashkë kishëm pas dëshirë me dëgju. Bile po mendoj me pas një sheh, me pas mysafir në emisionin ton, po njerë jemi me drilonin, edhe me drilon gashin, edhe s'po kemi financa se po duhet me pagu teknikun e send, shumë po më kushton, e ku marrë një djalë që është amater, e s'pe banë bashmirë, po mas i pe paguj pakës, i mira. Kështu që mirë kishte me qenë, edhe ju kur të vini në Prishtinë që keni dëshirë, ju apo najmiki juji, mundemi me bën një emision një orësh, por në vlajnë. Inshallah, Allah, inshallah, hajrë. Për me orë në të shehin që thujnë, që thu ti, që thë mune, që dëshirujmë, do me thonë, krejt e Lulbejti, është pak si shtirë, me ja qëllu. Se jenë bu shumë shëlerë, e pa kry shkollë, pa bu kur që heqë, thojnë, unë jam shek, unë kry studime, unë bu këta, ata, kështu, pa thamë, sopanë, Allah, qysh del kjo e rranë poplin, kër e në gjë une. Unë të kemromja, e në gjë, kum nejt, e ti kush është, ka o, edhe rrajnë. Unë kjo është, do me thonë, që unë jam pak adin, qëtijë, i bëjsh qëtijë, na? E pandeshme, jo veç e qëtishme, po e pandeshme nga në. Po, thëmë, qysh ta nuk tutën Allahu Gjeleshane hu, mi full këta sene qka është e vlefshe për Zotin Gjeleshane hu. Qysh nuk tutën këta. Do me thonë për me orte dinari, për me fitu dinarin me kësi sene, është pak si haram. Jo pak, po shumë është haram. është ndalu me rrepsisht. Do me thonë, duhet më kun motor Iqballi, duhet më kun pak e ngjajshëm në çdo mënyrë, do me thonë, çka mbledh tarikati me kon po, me çka mbledh, po. Do me thonë që tash ky Haxhi Bujar Rugova, ky është një njeri shumë i mëshëm, më pëlqen mohabeti tina. S'kishëm pas dëshirë me emra mi përmend, okej, një person gjerman. Jo, ato do me thonë, e shoh publikisht si jep shpirt edhe zemër për Elul Bejt. Edhe është njeri tamam i vërtet. E fol ato çka e ka në zemrin e vet. E asi njeri për me pasë në shtëpi, do me thonë, ose me bisedu me ta shumë zërë. E këqësi i shëlirë, do me thonë, qare jënë, e qare jënë bo që tash, Allah në kisa dush. Po, shiko, na jemi në shekullin 21 dhe nuk jemi shtet islam, jemi shtet musliman, por nuk jemi shtet islam. Bashkësia islame i ka pak rendet më ndryshe, i ka normat, i ka principet, edhe bashkësia islame të kufizon, thot, sot në hutbe, kime lexu këtë hutbe. Për shembull, kur ka dalë një grupi njerëzve musliman të Ehli Bejtit, kanë dalë në Prizren,
në vitin 1995, Bashkia Islame e Kosovës i ka detyru me fol keq për këta, njerëzin, qytetin ton, ka ardhur dikush me grupe, kështu bojnë, do më thënë, i ka baltos krejt, ka bo përqarje. Ka mund me pëquat dhe të vrasja. Do më thënë, Bashkia Islame e ka monitorizu këtë punën, kush mundet më kanë hoqë, ndërka që Bashkia e tarikateve e kanë në ato në batinijet, në mbrendin e tyne, a i thotë, valla unë qështu i merë adorende dhe e merë shkallën e dervishit, e merë shkallën besa dhe të shihit, por unë sa e di edhe ata e kanë në rrugën e drejt, nuk janë në rrugë të gabuar, po ma ndryshe mundëm mi kuptu, po edhe ata që vetë deklarohen si shejsen, ata vetë kanë me pësu. Kanë me pësu gabimin, jo sinceritetin, gënjeshtrën, e tjera. Po s'kemi qa me i bo. Çdo kush në mënyrën e vetë dhe përgjigjet para Zotit vetë. Unë bëj çudin veti, thom, qysh unë jam i taku me këta njerëz që janë tamam të vërtet. Ati që do me thonë tarikat ose e libejt do me thonë është shumë e mirë, një rrugë si s'ka ku me shku ma e mirë. E qysh këta quhen bojnë kësi sene, do me thonë mënyra që ka zbohen, kjo është e pa drejt, edhe nuk është e logitshme, do me thonë për Allahun, nuk mune me nxoft e lulbejtin pa e nxoft Allahun, nuk mune me nxoft pejgamberin pa e nxoft Allahun, nuk mune me nxoft Koranin pa e nxoft Allahun, nuk mune me nxoft bit e pejgamberit pa e nxoft Allahun. Kjo është e vërteta. Nuk mundemi me shku në zikër pa e bo namazin. Ja, edhe një sheh, ose pa marrë parasysh, a hoxha çka është ai, ose një dervish, ose një myhëp, ose një motër besimtare, ose do me thonë dervishona që ka plot edhe motrat të tarikatit, do me thonë, ata që e nshojnë zonin, mu së pëlqejnë hiç, pse e nshojnë zonin kaq nelt? Kjo është një sen që është e shejtanizmit, që se lejon Allahun. Është e verseti kuranor, thotë dhe mos e ngritni zërin lartë kur të flisni si zëri gomar. Ashtu e vërteto. Kurani e përmend. E vërteto shumë. Kjo ta sene janë shumë të po, si të qoftë, na kishim pas dëshirë këto sende mi a tregu atyve që janë, me mund mi mbledh, mi tregu, masi po kemi edhe disa pyetje, që mi a dhënë një këshill, po si të qoftë ata që na kanë dëgju e kanë marrë si këshill. Po, do t'i valla, s'jam as një bashkë, islam as me tarikat. Unë ta uroj këtë muj, këtë vit, me zemër dhe me shpirt, faleminderit vllai nderuar, suksese në familje, në shëndet. Faleminderit që po na ndiqni, faleminderit edhe kush. Faleminderit, inshallah solidarizohemi me Imam Hysejnin, me vujtjet e Imam Hysejnit, me mësimet e Imam Hysejnit, inshallah na ndryshojnë mendjen tonë, por edhe inshallah ata që kanë dëshirë me sponsoru në studio Home IBH, për anën teknike, diçka me në ndihmu, kush dëshiron 044 509 200, gjithashtu mundemi edhe në video tona me aqit reklamën e juj, do t'je jemi shumë mirë njohshëm kush dëshiron me bë donacion, që mysafirët e tonë që vinë s'pako harxhimet e rrugës me ja pagu, edhe teknikën e tjera. A ki nevoj diçka për ndihmë çka? Kam nevojë se jam që 5 vjetë pa punë, unë mirëm vetëm me qështu me internet, pak fitoj për YouTube-ës, nuk kam harxhime shqyr Zotit, e kam një qira, për familjen teme nuk kam ndihmë hiç kurrë. Por për studion që me mund nesër me thirr një prift, një hoxh, një profesor, një dashamir të ehlibetit që don me ardhë me fol diçka, me mësu njerëzimit diçka, për ato kam nevojë për anën teknike. Sa do që të mundi, 044 509 200. E ku e kja të programin, se unë s'po të marrë vesh shumë gramatikë? Programin e kam këtu shpinë teme, e kam shëndru si televizion, si studio e këmë.
Jo, po qysh me ti qu tullat për shembull. Aha, po mundesh me që me Western Union përmes bankës, vetëm shkrujt e numri im WhatsApp 044 509 200, ose aty e ki te faqja e TikTokut, e ki numrin do këtë e kom qitë po, por edhe mundet dikush me shkrujt, po edhe mundesh një inbox, ka mos më gjenë në për jetës sociale. Edhe Okej, mande motra i mundesh bolle. me që me Western Union, po boje një jetë ti për familjen tënde, për ehlibetin, bëne një jetë për diçka se ajo ma mirë na pranohet edhe na bëjmë lutje. Pra, për anën teknike kemi nevojë, ja do mikrofona na janë prish, janë vjetru, e kishim për pri pakës. Pa mikrofona ma mirë motra i bolle. Po, këtu qështu që po volim ma mirë, po atje kur pe bojmë emisionin, për ndryshe, ndoshta s'na keni njeh, na jemi prej orës 9 këtu në internet, dhe gjysore po rrim, dhe e keni këtë emisionin që kemi pas sonte, mund të ndiqni në Iqbal e Huduti në YouTube. Faleminderit. Allah i shpërblit. Okej, motra i bolle, selamu alaikum. Aleikum selam. Allah i nderon, Allah i bereqet dhash dhe shëndet që vendosën në ndihmu shumë faleminderit. Bëhet diçka inshallah në emrin të Allahut. Selamu alaikum. Ma bën kështu me mhek me largu pi programit. Edhe ti sikur unë kur jam këna matere, që të heka Allah. Natën. Dikush pyeti tha, a bën me falë që ka të kam shkrujt, po me dije, a bën tha me falë ullët, po pa tjetër. Nëse ki problem me kom, edhe ti derisa të ngritesh, dhe të dhimta ti faktikisht e hub koncentrimin. Sepse derisa të ngritesh prej sejdës, prej rukus, dhamin gujt, gjunjët, nuk mundesh mu ullë qësh duhet e qëtë kamën drejt për para lirish, qësh të vjen lavi, sepse ka jetë kuranor të devoqmit e Zotit janë ata, njerëzit e devoqëm, njerëzit besimtar, që nuk e lanë namazin, dhe ata janë edhe kur e përmendin Zotin, kur janë në kamp, pra ullur edhe të shtrirë. Prandaj mundesh mu falë, po unë të preferoj motër nderuar apo vlla me dije kush jeni, e keni në kanalin tim Iqbal e Huduti, ma bëni subscribe në YouTube, e keni kanalin tim Iqbal e Huduti dhe shkoni aty te playlist, shkron aty dhe shtype, shikoj aty cili është namazi. Për me bo namazin, para se me bo praktikisht, i keni ja 10 epizoda për mi ju dhënë vullnetin e namazit. Por, aty pra e keni të une, bëja një like, bëja një follow, bëja një subscribe, shkrune një koment, një fjalë, për mu ajo është mirë se ardhur, se jo me vapun, shu që YouTube ja pak më nimon, se e kom të regjistruar. Dhe dyta motër e ndëruar, shiko, mundohu rekatin e parë edhe dytë me bë në kam. E tretin edhe katërtin mundesh edhe ullur. Ose për shembull po dhamin gujt, ti rrim kam në kiam. Po kur shkon edhe në ruku jenë në këmbë, duke në qenë pra në këmbë, për ullësh, po në sejdë kur shkon, nuk mundesh, atër ullon ka uq, edhe bjen në sejdë, pra kështu vetëm me isharete, po ma mirë, na që jemi të ehlibetit, e kemi një si dhej është, dhe ato e mere që të mbash. Subhane Rabbiyal Ala, Subhane Rabbiyal Ala, Allahu Akbar, Allah. Ose jenë tokë ullësh, komplet namazin mundesh me bë ullët. Me bisedu me ato katolikën, që i thot vetës shehi Marsis, jo marë zotri, nuk ju në nivelin ati, 2 herë kom hi, me as sharuja do sende, ai nuk ka kulturë të debatit. Tamam don ti me ja tregu një të vërtet që ai e din, e s'don të tjerët me dëgju prej meje, ai të bombardon me fjale, me ngritje të zërit, edhe nuk të lejon ti të vërtetën, apo mendimin tënd që e ke me thënë, se e di që ai kanë me ju bindë shikueset e ti. Ai person zjen konsiderim,
I ka të flet gjumë. Gjumin e ëmbël i nderuar se edhe unë edhe 10 minuta 15 pe krymë. Çka ke qitë vezmezi mbrëmja? Po. Për sabah. Për sabah. E unë a din, ako ma vërmër e treku në sot? Shte barku. Jo. Veç kom up 3 kilograma. Si dush të bëj. Që Jo. dush të shkamet. Unë e zatën kom e nejtë 2-3 që ato 2 vezë i kishëm asi djath. Agjerimi e ditës ashureve. Çka është agjerimi? Jo, nuk ka nevojë për agjerim ditës në ashurës. E keni sonte që jemi tu e montazhu, ka folë Drilon Gashi, profesori, magjistri, ka folur dje, sonte mbrëmje, dhe katë kut jemi tu montazhu, a besoj që po lodhem edhe fjalët spi dimi artikulu. Dhe ka folë, do më thëmë bashkë për pjesën e agjerimit, kjo është shpikje e haditheve, nuk ekziston, nuk është hadith i vërtet, s'keni nevoj me agjeru, sepse nuk agjeru, as Imam Huseni, kur t'ju vdes dikush në familje, agjeroni ju, jo. Prandaj nuk keni nevoj me agjeru, se këto janë ditët e ashurës. O, Arta Banska, faleminderit zemra të boftë mal, ja Rabbi. Të kanë dalë flokt. Motër të kanë dalë flokt. Jo, nuk kanë dalë flokt. Se kjo është shamia e zezë. Abonja. Bone, po. Po, Samir, po ta të rejkë vretje, në? Që shka është, se pedin që jam në havale, kam jendu se mos i kam flokt. Jo. Kjo është shamia e zezë për mi, nërse mës me pas këto, kjo del, flokët dalin fije, a kjo mi marë, free Palestine, free Albania. A duhet me bo hashure, shiko, hashure është ka qenë kjo një ëmbëlsirë, ëmbëlsirë asaj kohës, sepse gruri din me qenë një ëmbël, edhe pak i kanë qitë naj hurme, naj mjalë, edhe është bo ëmbëlsirë, dhe kjo ka metë që në kohën e profetit. Do me thonë, nëse e bon ëmbëlsinën për ditë gëzimi, është shumë gjëna. Por nëse e bon ëmbëlsinën që ditën e 10 të ashurës, Imam Huseni me kara shehit, ka ndru jetë, mirë po është ditë e fitores, kemi fitu. Ani që ka ndru jetë Adem Jashari, po na sot e kemi lirin. Prandaj mirë është me bo ashure, por jo me njetin se është ditë e bereqetit, se ditë e bereqetit e ka thënë Jezidi. Pra, ashure do të thëtë ashere, që do me thënë 10, edhe kjo është 10 ditë e Muharremit. Dhe Jezidi këtë ditë e ka bot ditë gëzimi, e nuk është ditë e gëzimi kur të vdes nipi pejgamberi. Prandaj ai ka fut loj hadithet rrejshme, jo duhet ma gjeru ditën e 8, 9, 10, o shumë, se va, bla bla bla, pejgamberi s'ka gjeru. Dhe mundesh pra me agjeru, po jo me një jetë që pas ka thënë pejgamberi. Jo, nuk ka nevojë. Edhe ashurën e bën, është se va, po me një jetë uri me fitoria e Islamit, i ri me fitoria e Imam Husenit. Edhe kur ta hanë, bismillah, selam ja Husein. Bile edhe me ndanë për këjshine për familjarë, është shumë selam. Por, me mendimin jo të Jezidit, që është fest e bereqetit, që shi ka thënë Jezidi, por me qëllimin që është fitoria e Imam Husenit. Ani pse qatë dit Imam Huseni ka rashehit, do më thonë tanë ditën ka luftu, mas dite ndahet ashurja për shpirtin e Imam Husenit edhe bëhet ashurja në shpi për shpirtin e Imam Husenit. Besoj se e keni të kjarë. Të nderuar miq, kush ka dëshirë të jep donacion për Studio Home IBH, jo kisha qenë shumë mirë njose, sepse ne kemi kriju një studio dhe dëshirojmë me pas shumë tematika interesante, lidhur me Islamin, me Ehli Bejtin, familjen profetike, me dietarët, si është numër 1 kemi fillu me Huseni, me vjen shtu, s'ka der, qëtu bre?
E kemi fillu numër 1 me drilongashën e pastaj shohim edhe veprojmë. Prandaj kush dëshiron me sponsoru ndonjë reklam për firmën e vet sepse janë të shikueshme videot e tona, 23.000 subscribera i kemi në kanalin tim Iqbal Huduti. Gjithashtu mundem ju qitë reklamën edhe në për TikTok, në për asi, edhe mundeni thjesht, veç me bë sponsor, me bë një jetë për shpirtin e nonës, për ndonjë smundë që e keni, për ndonjë familjar që dëshironi Zoti m'ia udhëzu, o Allah, për jap këtë sadaka për studio home, për këtë studion, se na po flasim për Islam. Po, jo Allah, ma shpëto djalin, ma shpëto vajzën, u zoma në rrugë drejt, shëroma nonën, babën, këtë njetit që ka i keni. O Allah, qëllja një kismet djalit tem, vajzës teme, mu martu, mu feju e tjera. Më falë një se s'ko mangër të në ditin. Pak, ndek. Shoku juaj e Ehlibeti ma bëni blok. Valla nuk pe di kush është ai Ehlibeti shoku juaj. Por më shkruaj në inbox me tjetër kanë send edhe s'ka problem. Po fjallosën me zveti me fjallë jo të mira. Ma adini ndonjëherë që ka bon. Ata me zveti fjallosën edhe ti e blokon për shembull atë personin që nuk është fjallos, po ai thot tjetrit. Ej, mos ato këta. Assalamu alaikum. Aleikum selam. Mirë se na erdhët molla e që shëten? Ma e molla e... Mulla Katne. Jo, e kacne, po, e kacne, ma qësh... E helmuara, jo bre që shëtajshin mollës Ademit. Po, di. E di që i thënë e helmuar së është që ka hongër për haramë. Ashtu di, e ndaluar, jo. E ndaluar, bravo, e ndaluar. Si jeni si kaloni? Mirë, faleminderit, jo si jeni si kalone. Që, na, qështu po knaqemi, po bëjmë mua vetë për Imam Husejnin e tjera. Mirë. Une, sa i përket tash fejës në pohia njëna, për arsye që jo, por ina ndryshëm me fejë, një fejë, nashti nuk kena ndryshëm, po kena dallime, besim. Zotin e besojmë, ti e vllai jem. Po, sënë jam sunet ti shet, që të dallojmë tani. Ja, këtu nuk ka këtu është gabimi madh. Na jemi vlla për besimit. Syni shia janë dy drejtime, orientime, që na çojnë te Kurani dhe Ehlibeti. Unë për veti jam edhe syni edhe shia. Vazhdo vllai i nderuar. Jo, në më shumë ndoshta më davon një pyetje. Nashtë edhe me... S'po di tash sa është e drejtë me ta bë këtu live, po me qenë se në nuk njeh personalisht edhe nuk më bjen rast edhe me taku kështu. Që unë çdo të premte që tu në mallën teme në Veternik, prej orës 12, 11 deri në 6 unë takohem me fansat e mia, një herë në javë. Edhe aty nëse është mashkull, duhet me marrë ose nonën, ose motrën, ose naj shoqën. Nëse nuk ka nonën, motrën, shoqën, atër unë e marrë luanin tem. Se unë nuk rri veten me njerëzit që nuk i njoh. Po i Eksa, ashtu të drejtë Islami. Jo, ndoshta me të pyet për protestin, një farë reklame janë të ta bo, domethënë për rrjetet sociale, ku ty qesin, kur ke fëll për Iranin edhe këmet Ahmedin Axhadin atje që ke do në foto, dhe pe qesin këtë pjesën tjetër tash në protest Iran. A lidhe diçka kjo me, se të mas mirë të edhe në te këtë pjesë, se i e vetë personit që po flitet për ty. A ko lidhe diçka, po veç ta e kanë bo thjesht montazh, ta kanë bo një muhabet, ku ke fëll ki drejt që ke mbrojt Iranin. Po, a e ke vrej, që sa i sinqert, jetë lumë. Montazhën që kumë folë une para 4 vjetë, ca kanë këpute kanë bo. Po aja vreja që e kanë këpute, kanë morë, aja është deklaratën vjetër. Që burjen ka bo veze, djathë, prit një pak të hasë. A lidhët aja mbështetja jote për protestën, a lidhët me Iranin të qa, mu s'ma merë me një që lidhët, apo veç... Jo, shumë mirë që pyte, vetëm pak, si lutëm.
Apo lexon me që tu naj tekst, naj pyetje, derisa të hap pakës. Që lexoje që aty, a mundesh me lexo? Jo, s'ka disha. Mirë. Veç pak, ju lutëm se metim pyet. Që edhe një kafshat. Këtu çka tha? Aleikum selam, kena. Shumë belezeshëm çka ke qitë këtu kjo patlıjana, qa? Bismillah. Bismillah, ka. Se sa i përket Iranit, pavarësisht që edhe unë e kom mbrojt për arsye që ka qenë në të drejtën e vetë, se e kanë sulmu shpirt vete, den. Si ku tash bërë të kush më sulmu e në shpirt e em, normal që unë e vend bruna dhe se cili vetë brohëm. Bile i po bënë... Ose me dash me të thënë, bala unë e po vi që tu po bëm zoti shpisa, e kishe pranu ti? Jo, absolutikisht, Irani ka pos këtë drejt, edhe kitë botë e din që ka pos drejt që u vend mbrojt, edhe një të mirë është të rrujt Irani, që apo më pilqen është që e ka shtile Libanin, do më onë marveshje, ato po më pilqen se po donë me pështu ju veç vetën për dhe Libanin. Kjo është diçka pozitive shumë e modhe. Se nëse arrihet një marveshje mes, edhe pse këtu marveshje janë t'i bënume se Amerika s'ka pas drejt më përzin Iran, hesa e shteti pavarur, është Persi, dhe më është shtetë shumë i vjetër, sa ma mirë din punë të Irani, sa Amerika dhe punë të botër. Po thujti tash kjo i furti që shtojnë i furtit përzijet edhe s'ki që i bën, po Irani nuk është qashtu, se Irani poti që mi bo, se ja ka nërë pak hezën. Shtetet tjera arabe pa marësisht që një mësënet edhe për janë kallëzu shumë dëpta edhe shumë naive karshi Palestinës. Mirë, mu m'boft mirë. Boft mirë. Mu rriti lumë shindort. I love you. Shiko vllai nderuar. Unë normal kom qenë protest 15 ditë protest kom qenë bashkë me burrin Në tim Tiranë. në Tiranë. Dhe unë jam ashtu edukume prej voglimit që njeri që nuk brengosët për çështjet e njerëzimit, qofshin musliman, krishterë, çka do njerëzve, problemet e njerëzve, ai njeri nuk ja vlen as me u quajt njeri. Edhe unë kom thënë, qofse unë nuk brengosëm, nuk e ngrej zonin për padrejtësinë që pivohet popullit tem shqiptar, qoftë në Shqipëri, qoftë në Maqedoni, qoftë ku të mundi, atër nuk vlej me më qujt njerëzit që unë jam shqiptare. E dyta, kom shku dhe kom shkujt një parullë interesante, që ka rënë sy të medjave, edhe isha në kanal në T7, mundeni me këshyra aty, vetëm e shkruani në YouTube, T7, Huduti, edhe dalin kretë mijat aty. E kom shkrujt kështu, no east, no west, peace with justice, Albania is blessed. S'ka lindje, s'ka perëndim. Paqe me drejtësi për Shqipërinë është beki. Kjo më ka ardhur më kështu një frymëzim, edhe paret e fundit që i kom pas, thash burrit, a po më donë? Tha po unë të du. E thash, a po më dëgjon? Po hajta, që ka me bo një grua e kom tas rejtit, po duhet me më dëgjo. Dhe shkum në Shqipni. Edhe atje mora pjesë, edhe 100 euro kom ble ujë, edhe kom shpërnda, se masi ishte Ashura, dita e parë ishte Ashurës, edhe kom da ujë, masi s'po mundi me nda në Qerbela, thash, hajde, ja, Husin, kom të shpërnda ujë, janë për 100 euro, të voglash ishte. Dhe këtu mediat, si zakonisht, kanë marrë një video para 5-6 viteve, dhe kanë përzi për interesat e veta, se ata gjunajt janë të mjerum mediat, a di, nuk kanë buxhete, kështu duhet me bo për TikTok. Për lajka, për asi, po jo, nuk ka lidhje, nuk ka kur zhjo lidhje kjo dalja ime në protest me Iranin. Ata mundën me thonë, që shi kanë thonë edhe këtu Dritan Goxha, edhe pse unë u habita me thonë, tha se do me thonë, nuk ishte lloj kërcënimi
Po tha se është vështirë me bo, po duhet me bo, që me u shëntëru, me u shënzu, me u gjujt, me u vra ministrat, si kurse Avni Rustemi që ka thënë. Nëse një minister, nëse një lider nuk i zbaton nevojat e popullit, e poshtron popullin e vetë, bon hajgare që shdojnë, Avni Rustemi thot, shkoj e ka mytë. Prandaj ajo për mu më duket ajo i driton Hoxha, ajo është një trimni, po nuk kisha përkrahun në ato, distancon prej asaj. Sa kemi lidhje me Iranin, duhet me qyrë kibernetika është shumë e fortë në Kosovë. Edhe në Shqipëri, duhet me qyrë, kush ka lidhje, shka ka lidhje, po unë jo, unë nuk kam, unë Iranin e du. Iranin shumë e du, shumë e simpatizoj, se është një popull shumë trim, një popull shumë i guxim, shumë guximtar dhe një popull që don më konë zot shpije. Një popull që ka gjakin e Imam Huseinit, që nuk e lejon vetës me jetu i pështrum, por thot ma mire kemi një vdekje me dignitet se sa një jetë të pështruar. Por normal këtu sillen këto politikat, se Iranit gjithmonë i kanë qiti ftire sen, sa i përket Libanit e Palestinës që i nimon, ata e kanë obligim. A dini pse e kanë obligim? Sepse në vitin 1970 sa u mo revolucioni islamik 78-79. No. Në vitin 1979 në Iran është ka fitu revolucioni islamik, pra Republikës Islame, revolucioni islam, dhe ata kanë mund një perandëri 5.000 vjeqare faktikisht, pahlaviane, me rëzu. Pse kanë rëzu këtë? Qështë kanë rëzu këtë perandëri? E kanë rëzu sepse një popull, rasti jonë në Shqipëri sot, një popull kur t'i bohet shumë pa drejtësi, ju kanë bo pa drejtësi që 4 dekada, që kur ka fillu 1997, ku bo ajo ngritja e demokracisë, me Sali Berishën ku kanë jenë vdek, mërënda 4-5 mujve kanë vdek, pa që të punu gruja në kuzhin, më kanë kallëzu kur ishëm si refugjat, tha veç kur e ke pa plumi ka shku edhe të ka pa për dritare ke ranë toke, të punu në kuzhin. Kanë vdek masë 10.000 vjeta janë zbraz depot e armatimit. Edhe besoj që kjo nuk ka me u bërë Shqipëri, sepse një popull kur i bohet pa drejtësia, ai nëse nuk është popull kvalitet, ai është sikur se ai qumshti, kur është i përzim me ujë, nuk është kvalitet. Edhe ai zihet deri sa të shkrumite. Në kohën e Enver Hoxhës, si lloj popull kanë qenë shqiptarët. Populli si qumshti jo kvalitet. Por kur erdhi demokracia, u hapën dyrët e Shqipërisë, se shqiptarët, unë e kam Hoxhën tem në Lezhë, ai ka hik prej regjimit të Serbëve, ka shku atje, po atje mande edhe Mazie ka gjetë në Shqipëri, dhe atje kur u bën 1997 këta u ndanë shqiptarët, dulen në përbote pan botën, dhe tani, shqiptarët e Shqipërisë, janë eduku, janë shtyp, janë emigru, ja kanë marrë tokat, ja kanë marrë kursimet, i kanë probleme me toka sa të duash. Dhe mirë po tashmë nuk janë të rebeluar, sepse një popull që shtypet, që i bëhet pa drejtësia, nëse është i pa edukuar, ai rebelohet, kap, them, myt, bën, çka s'mund, çka mundet. A nëse është i edukuar, ai revoltohet. E sot, populli i Shqipërisë është i revoltuar. Dhe pra po kthehemi te Irani, te Libani, te Siria dhe te Palestina. Populli i Iranit ishte i revoltuar, sepse fillon shallat e hoxhallarëve, ajetullahëve me aqit qenve, edhe me lishu në për mahal.
Një protest që u ka bo, 400 hoxhallar janë mytë në rreshtin e parë dhe dytë, se kanë lutë. I kanë mytë në protest, ushtria e Iranit. Dhe ma u bo kulminacion kur ja qitën shallat qenve në portokë, si me marrë shallin e hoxhallarve tonë, me ja qitë qenve edhe mi lishun malë. Atër popullu jo vetdisu, edhe unë ndërgjetësu, se po preket në Shqipëri, a keni pas a entuziazm kanë ato nonat shqiptare. Qa që entuziazm sa të 4 djemi kom gërbet, kom dalë dëqin me shtaga, me karoca, me protestu, se ma është bo shumë pa drejtësi popullit shqiptar në Shqipëri, nga 4 dekada, përthuese. Dhe, shikoni që kjo fjalla është e fundit, kur një popull vetë djesohet për gjendjen e tij të mjerueshme, për padrejtësitë, për shtypjet, për korrupsionin, për abuzimin e autoritetit, për mjerimin, për pikëllimin, për vujtjet, për shkatrimin e pasurisë. Kur ky popull i vetëdijsohet, atëherë nga aspekti psikologjik, kur vetëdia arrin të ngritet, atëherë edhe preket ndërgjegjja. E kur një popull vetëdijsohet dhe ndërgjegjësohet për një situatë, për një çështje, atëherë ai popull është në gjendje me shkatru edhe fuqit më të mëdha të botës që janë. Këto ka qenë te Irani, shpresojmë edhe ta ketë këtë fat edhe Shqipëria, që jemi vetëdijsu, edhe jemi ndërgjegjësu dhe nuk e lëm as Albin Kurtin, as Hashim Thaqin, as Romën, as Vilonin, as Vistekin, ma me lujt me dignitetin ton shqiptar. Dhe Irani, kur ka fitu revolucioni islamik në 1979, çka ka shkrujt në testamentin? Pse bre ky Irani pinimon Palestinës? Syni janë ata? 100% janë syni. S'ka shia. E di. Po, pse po i nimon Bosnë? Alia Izetbegovići ka thënë. Kad ne bi bili zelene, kad ne bi bio iranska pomoć, ne bi postojala zelena beretka. Do me thonë, mos t'i shkon ndihma Iranit, nuk ishte ekzistu kapuçat e gjelbër, sikur na që e kemi UÇK-n. Do me thonë, qa që ndihmi ka dhënë Bosnës, ku është Irani, atje me 1000 kilometra larg Bosnës. Pse? Pse? Shka ka më përzi Iranin Bosnë? Sepse? 3 sende, unë e veç 3 amanete po i thomë, që i kalon Imam Khomeini, themelusi i revolucionit islam, paqësor, islam dhe më thëmë paqë. A i ka thënë, shikoni popullin, të ruani çdo plumb të tokës suaj, dhe mos ta merrni asnjë plumb të tokës huaj. Do me thënë, tokën tonë dhe Iranin me rujt, asnjë plumb mos m'ia dhën dikujt, se ai plumbin ta merr edhe krahun, dhe thot, mos e merrni asnjë plumb të tokës huaj. E para. E dyta, 40 amanete i ka, unë veç 3 po i them. E dyta, çuvaca që po bon, asna. E dyta, thot, kur ta lyp, thot dikush, kur ta kërkon ndihmën, dhe është i shtypur nga një zullumçar, kryetari i shtetit sen, qoftë krishter, qoftë musliman, qoftë pabesimtar, qafir, pabesimtar, zbeson Zotin, hindus, mirë po ty po ta kërkon ndihmën, po thot kinezit të lutëm Iranit, më jep ndihmë, po më duhet naftë, po më duhet ato, po lyp Palestina, musliman, sunni, po kërkon ndihmë, atër Iranit e ka obligim në kushtetutën kuranore që e ka në parlament, në qeveri me ndihmu Palestinës, prandaj i ka ndihmu Palestinës, e ndihmon Libanit, e ndihmon Siris, edhe Kosovës ka dash me ndihmu, por nuk kanë dash këta toni, nuk kanë dash. Në vitin 1999, kanë arë një grup gazetarësh, kanë arë të natë, të retën me ju thonë, se kanë di që na jemi shqiptarë, na dojna me ndihmu këtu popullit, hajde, apo doni me ju ndihmu, kemi shku, kanë folë me ata, unë jo burja me do njerëve tjerë,
Ka shku kanë folë me shtabin e UÇK-s, jo, ka thënë, na nuk dojnë na ndim, s'ka problem, nuk do ndim, nuk do na, ma na I kemi ek obligimin dhe e treta, testamentje dhe fundit, se erdhe dhe koha, e s'po marrë tjetër kënd, është çështja e Palestinës, është çështja primare, jetësore, kryesore e unitetit dhe forcës së muslimanëve. Diko, çfarë amaneti rand. Ani pse janë suniti është çështja e Palestinës duhet me qenë sikur vënë në vesh, sepse aty kemi vendet e shenjta. Në Palestinë janë mas shumti pejgamber që kanë vepru e kanë punun, kanë prediku fen, aty kanë zbrit këtë profetet, I kanë monumentet e tyre, varezat e tjera, arkeologjit kanë zbulu, prandaj për shkak Palestinës sot këtë bota e dojnë Iranin. Zonja Iqbal, më fal që po ndërprej, po sa I përket protestës, do më thonë nuk e di sa është e drejt na shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë apo ku po diun viseve tjera jashtë Shqipënisë, mu përzi atje, për arsye që unë jam kundër Edi Ramës. Aja protestë që po bëhet është e drejtë, amo na me shku atje nuk e di sa kohë, se ai tek e fundit me do në zgjedhje. Kanë me shku tash. Na me do në zgjedhje ata, na s'kem deri me votu. Ata zgjedhin a petë qeverinë. Po mas mirë të me lënë dorën e shqiptarëve Shqipënisë, me vendos që dojnë Edi Rama apo se dojnë. Mos me shku na heq, po ata vetë me dole me posa po jenë ata të paknoqen. Dalja në protest është një vepër demokratike. Mandej, kjo është një çështje gjeopolitike. Është geografia e ime, është Shqipëria. Nuk po shkoj unë në Gjermani me bo protest. Po une po shkoj në vendlindjen tem. Shqipëria është pjesë e jemja. Unë kom thonë edhe në televizion, më mbjen shumë inati që në pasaportin tim nuk shkruan nacionaliteti shqiptare, po shkruan kosovare. Shumë inati mbjen. Prandaj, Shqipëria dhe Kosova për mua është, pa marrë parasysh këto politikat edhe ta deputetet tonë, hajnat deputetet tonë që I kanë haram I koftë 2500 euro I kanë pagën, edhe ato jo vetëm me një rogë, po 2 roga I kanë, 2500 euro dhe unë njof njerëzi që disa mandate janë aty, bile edhe me shami, një herë nuk ka dalë një paragraf me folë, me ani një fjalë, po vetëm pasurohet për veti, edhe çdo mandat I ka njerëzit e vetë që e votojnë në vend se me shku dikon tjetër. Prandaj, Shqipëria është Kosovë. Kosova është Shqipëri. Unë nuk kam shku për me rëzu Edi Rama, mirë thash. Edvin Rama. Unë nuk kam shku për ata. Ai mundu të me thonë, okej, po mirëm I vesh, si që ka thonë kë grupi I Goxhaj, dritonit. Duhet mi ndru ligjet zotëri Rama, ose, që ka thonë zoti, nëse një prijes, një person që është në pozit, e ka marrë votën e popullit dhe keqpëdor për pozitën e vetë, zoti thot nuk kam ja marrë shpirtin pa e topnu. Prandaj, është e drejt demokratike me shku kush të donë. Unë e kum pas me marrja do libra, ja do punë, edhe I thash burrit tem, ajde be burri jam, thash shkojmë t'japim ujë për Imam Hysejnin Çerbela, dhe I shkruajta qatë mesazhin, edhe elhamdulillah Zotit une dëshmin teme para Zotit e kom kry. Unë kom shku vetëm I ndihmu popullit shqiptar të Shqipërisë. A erzojnë Ramën, a e kushtëzojnë, ajo është tjetër sen. Është e drejt demokratike. Edhe një pyetje kam rreth fejs tash. Ke për politika, ja tash e rreth fejs. Ndëgjova më herë kur the ja Hysen. Çai bjen ja Hysen? Ja Husein, bismillah, ja Husein. Çka I bjen? Në muajin Muharrem, Imam Hyseini ka ndru jetë pa pik të ujit. Edhe kafshën kur e pren,
baba jem, kur preke posek, i thëshim ndihmar kur ishim, ose delen për Kurban Bajram, i thojke jepni ujë me pi. Edhe kafshën kur e pren, ja jep ujin me pi. Imam Hyseni, ditën e Ashurës, e ka marrë fëmin 3 muajsh. Një ditë përpara. Ditën e 10 mujt Muharrem, djalin e vet, Ali Asgarin, Alia i vogël dhe Ali Ekberi, 2 djem i ka pas, Ali Ekberi, Alia i madh, emrin e babës ja ka gjitë. Edhe e ka marrë qështu në dorë, edhe ka thonë, o Jezid, nëse ki diçka me mu, që ku jam, lufton mu, ama që ky fëmija 3 muajsh, ju ka hargju qumshti prej gjihut nanës. Ma jep një pik ujë, të lutëm që të fëmin 3 muajsh ta shpëtojmë. Ai në vend se mi qu ujë, ja ka shu shigjetën, drejten, ngërklan të fëmis, thuhet, që të regojnë rivajet, gjaku i ka shku në qiell, jo në tokë. Dhe, pse thuhet ja Husein, të dervishët, të shehlerët, të teqët, ata këti ujit i qesin pak kafe, me au pëshien, ose dhe. Kur është Ashura, jo tjetër herë me thonë veç bismillah, po që të ditët e Ashurës, është gjëna për mu me pi ujë. Po më pijet një gotë gjysën ko me pi, një qerek, ko me lakë pa gojen, sepse une duhet emocionalisht mu lidh me nipin e pejgamberit, i cili e ka sakrifiku jetën e vetë, fëmijën e vetë, familjen e vetë, dhe ka ra shahid, edhe i ka rinjall fejnë islame, se mos t'i shkon Imam Hyseni me gjakun e ti, me familjen e ti, na sot s'kishim ditë për islamit. Rëndaj, Ja Hysen, qëto edhin që ja, unë e që... Hysen. Po Hysen, po pse me kërku, më falë, për bëj një pyetje kështu një retorik, në pse ja Hysen, pse jo ja Allah, edhin që Allah krijuesi, Hysen jo njeri. Po bismillah, unë e po thëmë, në emër të Allahit, ama që të ditët, Hysen, unë e po pi uj, po ti s'ke pi, ti ke ndru jetë pa një pik uj, s'kanë dhonë një pik uj, lopës i kanë dhonë Imam Hysenit. Prandaj, kjo është një simbolik, po s'është pa tjetër me thonë, se pa e njoft Imam Hysenin, duket pa lidhje. Po jo, se në kom të gjupe, Imam Hyseni në kanë fëllë edhe qëllarë në për xhamia, ajo është nipi profetit Muhammed a.s. Amo, kënë regull, po ja Hysen e din që unë e që e di do të me thonë vetëm ja Allah, ja Muhammed nuk vërë me thonë, që pejgamber i zgjedhur. Po e vetëm ja Allah, sa ajo krijues, ajo është absoluti, ajo që t'jep jetë, ajo që merr vdekjen, shpirtin. Ja Ali, a dini që ka pejgamberi Isa herkati, ja Ali, në librën e ti në Gjulbelaga, mëse 50 herë, 50 këshilla ja ka thonë, dhe aty shkruan, një 100 herë ka përmend, ja Ali, që shtu kime bo, se që shtu kime bo, ja Ali, këqyre që po bojnë ata, ja Ali. Të qëto ja, për këthema qëto ja, zënë e këbal, për këthema qëto ja. O Ali. Që unë t'ja thëmë. Ja Allah, jo be ka tjetër ku s'ka. Po s'ka lidhje ku do në ta ketë puna madhe. Jo, ja me det ja Ali e ka, që pe kuptoj. Që shqipun e ka zë. O, në katërano, shtoj buria, gush kishra. A e din këtë kongën? Nuk e di me bon njërë për kënejshë. E që të me qifteria kongë, me ditjera. Thirja. Po që do, pse me thirë, që to s'pe kuptoj, adin, kur s'u ka i du, s'u i kom të gjua ma herët. Kur kom shku në Medine, kom thonë, lebejke, ja Resul Allah. Nese se tos. Po të përgjigjem ty, ja Resul Allah, ku marrë, sepse ti ke thonë, kur të vinin qabe, më shkonin vendlindjet ju, i partë e une me mbizitu. Kur kom shku aty, ja Resul Allah, ja Muhammed Resul Allah, nuk është kreq. është thirrje be, se shahidat Imam Hyseni s'ka vdek. Unë e thëmë, o ja baba jam, ku o baba jam, së është këtu? Ama mu kom gjallë, mi thonë, o babush. A i thotë, ha e vla, qka ki? A flet në i gjuhë tjetër, pyte? A flet në i gjuhë tjetër? Anglishtën ka pa. If you are not looking to me, I have to call you, oh, Molla Kacne, edhe t'i kthejë me më kërë.
Që shumë thjesht. Do you understand me? But yeah. Yes, understand. Of course. Qëre, e di qysh, unë që kom dëgju që ki ja, s'po bëj ke më përdor, përveç të Zotit, se është thirrje do me thonë, është thirrje për ndim, a kupton? Shembull, ja Allah, më ndihmo, ja Allah, më shpëto, edhen, ja Allah, japëm rrezik, ja Allah, edhen, tash ja li Ja shembull, Resulallah, bën shefat. Ja Resulallah, bën shefat për mineve. tash nuk e di, Ja Resulallah, unë e ku marrë të vorri jot, ja Resulallah. O ti shumë e ke dhënë jetën tënde, e ke dhënë familjen, ja Resulallah, ja Muhammed, o Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Ti e ke dhënë familjen, ti e ke dhënë jetën. amo, a ku dzina ju drejtu shembull, që shpëtute ja li, shembull, më ndihmo, nuk ku dzë mund ndërtu që të folë. Jo, ajo e punë që tu dashta me ta qitë, po luani pak. Hajde. Morina, mirë se erdhe zemër. Dhe da që këtu me ja me det, a ja Ali me det. A ki që ta, që të fjallën. Do më thonë, ja Ali me det, e thënë, o Ali në ndihmo. Po, E që kjo është ajo që deshte me pytë, do më thonë, me det. Me det thot në ndihmo. e që ndihmo njeri? A përshë, e kjo të shtin që se e merë Alin si Zot, atër ke bo shirk. Por na e dim Alin që është imam, është më i dashur i profetit Muhammed, dhëndri, dhe na e dim imam Alin që është evlia, e dim që ka ra shahid, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا يشعرون. Dhe mos thoni për ata që kanë rënë në rrugën e Zotit kanë vdekur, jo ata nuk kanë vdekur, ata janë gjallë, po ju nuk e dini. Na e dim që Imam Aliu është gjallë, Profeti Muhammed është gjallë, Imam Huseni është gjallë, por na s'mundemi me pa me çeto syt që janë prej lëngu e prej fijeve të. Prandaj, ti nëse thu, ja Ali me det më ndihmo, si Zot e ki, atëherë ti ke dalë prej imanit. Që kjo është mendimi jam. Po, veç ndim, shamo pse mos me kërku veç pe Allah, edhe nëse ajo kriju, veç ajo ndim, edhe nuk ku dzina me deviju këtë ndimen pe të tërkojna përveç Allah. Për me marrë që të gotën me uj, unë e po mdhem koma, i thëmë, o Luan, bjerë ma bërë një gotën me uj, ndimo për pak se... Po, Luanën e ki që atë, po Alin se ki... A i që ndimën, Alia nuk ka vdek Alia. Po edhe shahida nuk kam vdek, po nuk jam këtë botë. Po shahidat e jo, për dikon nuk janë, po për dikon janë. Gjersa ti jeton me veprat e Imam Aliu, qka ka boj, qka ka folaj. Amo nuk jem dim Alia, a kuptoni këval. Sto po du me të thonë. Qka folin në gjallar 2-3 paragrafa, shkotin në panairin e librit, shko lyp liber për Imam Alin, s'ki me gjetë, shko lyp liber për Ehli Betin, s'ki me gjetë, e qka po folin në gjallar, për Zotin. Po, Iqbal, është me drejt, Iqbal, me drejt është me lim dim veç pe Allah, se nuk u dzojna me doli ashtë qësoj. Po, nuk u dzojna me doli ashtë qësoj. Nëse dole me ashtë qësoj, ti ke bosh, na kina bosh shirk. Po, qofse ti e den Alin si Zot shirk. Po, nga doja nëse një luta o... Jo, ndim ka lyp edhe pejgamberi, ka lyp ndim prej Fatimes. Po, ndim sa e kon gjollë. Bravo, që më dëgjoj e Luani, që për thosh Luani? Edhe Zot e lyp ndim prej njerëzve, ki ajet në Kur'an. A dini cili është kjo ajeti? Sure Muhammed, ajeti 6, këqyrne ose shkrune. A ke shkrujt, a ki lepsi? 6-7. Ska lidhe, 6-7 në ta këshyr. Nuk e bërë, Allah është vëqi pilota jo. Allahu thot, më ndihmoni mua, Zoti po thot, që edhe unë e t'ju ndihmoj juve. Shiko, Allah i po lyp ndim, e nas po mund kemi me lyp ndim prej Imam Alisa, po do si Zot. Nese. Po në ma shumë hina me ta bëni pytje për... Muhammed ajeti 7, u bo ora një kaloj kërkoj Se i ka ne. Peshme në ma shumë hina me ta bëni pytje